mendoj që ky konflikt i interesi sipas pretendimeve të komisionit, meqense unë jam pjesë e këtij komisionit, ka qenë që nga fillimi se zonja Edmira Gjidede nuk është emëruar tani në administratën e arsimit para universitar, ka qenë në administratën. Ku ka qenë ky komision kur është dhënë mandati pas zgjedhjeve? Pse nuk i ka verifikuar këto? Por ngrihet ky pretendim dhe duhet shkarkuar tani në mes të mandatit. Kështu që unë mendoj që sipas dhe dokumentit domethënë të ILDK-s, që e thotë që nuk ka asnjë lloj pashtueshmërie me zgjedhjen e vendin e zonjës së Edmira Gjidede, mendoj që për efekt disa përplasjeve brenda neve duhet të shkarkojmë një zonjë këshilltare që ka ruajtur një qëndrim shumë korrekt në këshill. Unë mendoj që nuk ka arsye pse të shkarkohet dhe personalisht nuk do ta mbështes këtë vendim. Edhe ajo ka sjellë dokumenta të këtij. Faleminderit zoti Korduqi, atëherë jam i detyruar sipas pozicionit që kam që unë të jap përgjigje për anën procedurale që është ndjekur. Siç e dini të nderuar këshilltar, asnjë nga këshilltar kandidat për këshilltar, por edhe këshilltar të emëruar me mandat, nuk ka dorëzuar në sekretariatin e këshillit asnjë CV apo asnjë dokumentacion lidhur me punësimin e tyre. Në momentin që është vënë në tjeni sekretaria e këshillit për sa i përket punësimit të zonjës Gjidede, ne më njëherë i kemi drejtuar shkres zyrtare prefekturës së Qarkut, i cili ishte organi legjitim që legjitimon vendimet tona, njëkohësisht nga është depozituar në sekretarinë e këshillit bashkiak një shkres e ardhur nga PQZ-ja lidhur me mandatin e zonjës Gjidede. Në këto kushte ku kemi një shkres nga PQZ-ja dhe shkresën e prefekturës së cila thotë qartë që kemi konflikt të pastër interesi, ne i jemi drejtuar PQZ-s, e cila ka kthyer përgjigje konform ligjit me shkresë zyrtare dhe thotë që konflikti i interesit të këshilltarit bashkiak rregullohet me ligjin 139/2015. Por pra, nëse ju do të shikoni bazën ligjore të shkresës që ka kthyer prefektura, është i përmendur kjo bazë ligjore ligji 139/2015. Kjo është përgjigja për anën procedurale që kanë ndjekur sekretaria e këshillit. Për të gjitha hapat kemi informuar këshilltarën që të marrë masat e nevojshme për sa i përket kësaj situate dhe çdo gjë e kemi me komunikim protokollar dhe do jetë në dispozicion të çdo këshilltari për sa i përket gjitha këtyre ciklimeve që referova unë në këtë moment. Po zoti Bajrami, doja ti më shoja edhe një herë faktit që se kjo është një mosmarrëveshje midis përfaqësuesve të partisë nga e cili uron edhe mandat. Do të doja që të merrni kohën dhe të mos votoni sot. Ta diskutoni nëse e shikoni të arsyeshme të diskutohet kjo çështje dhe ta zgjidhni. Për sa i përket ligjit. Ligji 139/2015, i cili i referohen në kohë, mandati i këshilltarit mbaron përpara afatit, e për mund të kryptoni. shkresa e prefekturës, jo. Që rregullon situatë konkrete. Mandati i këshilltarit mbaron përpara afatit, kur PKC krijon kushte të papajtueshmërisë të përcaktuara në emrin 47 të këtij ligji. Nuk është krijuar asnjë kusht i ri, të tëra kushtet ishin paraprake dhe të ditura. Nuk të vëse sa kaq. Inspektoriati i lartë deklarimit dhe kontrollit të pasurive dhe konfliktit të interesave. Institucioni më i lartë për këtë çështje në Shqipëri. Sekretari i përgjithshëm. Jam i bindur që Komisioni i Mandateve nuk e ka marrë parasysh këtë letër, po ta kishte marrë parasysh, ta kishin edhe në vendimin e tyre. Akademik nuk përfshihen në fushën e zbatimit të vendimit të Komisionit Rregullator dhe nuk ka ndalime lidhur me pezullimin e tyre nga detyra në rast kandidimit në zgjedhje. Kandidim. Po.
komisionit, nuk kanë ndalime apo papajtueshmëri në lidhje me kandidimit dhe zgjedhjet në organet e qeverisjes zgjedhore. E bështruan qartë. Unë besoj që do t'ishte e mira dhe ka vënd që antarët të uneshin dhe të krisin. Si do që tjetë. Besoj që nëse është dhe ju vendosni të arrini në votim dhe diskutimet në mëteshme, antarja për të cilën po diskutohet do t'ishte e mira të nësishte në salë. Po faleminderit Bajrami, atëherë ka dikush pyetje të tjera? Diskutime? Faleminderit. Kemi në votim për vendimin numër 32, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratore. Të duhet besë më dhjetë Po, bëjmë në rastimi, atë një kush e... 6.000 vota. Kalojmë tek pika 1. Po Asaf, Numëroj dhe një jo më jo në dezakë. Po më të shikoj në emisar. Nuk në dezakë. Dhe ti ngrenë për atë një? Se nuk do të lidhet votimi. Jo, po nuk Se për me sa shkojë sekretarja. Kush është kundra? Kundra në Ne jemi dhe kundra, kundra. Jo kundra, janë 5 vota kundra. atëherë votat u numruan. 5 vota janë, këtë 2, Vota 4, u numruan. 5. Sekretaria kishte të shprehë gjurmë. Kalojmë tek pika 2 të rendimit. Ky proces verbali do firmoset nga 3 shqiptarë që votuan për vendim. Kalojmë tek pika 2 të rendimit, për vendim për zgjedhjen e antarit që do të përfaqësojë Këshillin e Bashkisë së Tiranë, në Këshillin qartë të blok, të zonës Dafina Kushit, në zonën e zotit e Mësurit. Kush ka pyetje më Nuk në dezakë. Nuk në dezakë. Punoj fare. Diskutime? Në mos gabojmë kemi 2 përfaqësues në Këshillin e qartë që nuk janë më antar në Këshill. Po, është për vendimin vetë. Ka dikush diskutime për sa i përket për vendimin e parë? Pyetje? Atëherë edhe në votim për vendimin numër 33 kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratore. Pika tjetër për vendim për zgjedhjen e antarit që do të përfaqësojë Këshillin e Bashkisë së Tiranë, në Këshillin e qartë të Vlorë, zotin Besef Kushiku në vend të zotit Lirë Dine. Kush ka pyetje nga shqiptarët? Ju lutem qetësisht. Pyetje, diskutime? Faleminderit, deri në votim për vendimin numër 34 kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratore. Kalojmë tek pika 3 të ditës. Përgatitje për përdorimin e fondit kushëzor të ndihmës ekonomike dhe investime për muajin shkurt 2023. Ju lutem qetësi. Kush ka pyetje nga shqiptarët? Komisionet përkatëse? Diskutime? Faleminderit. Erdhim në votim për vendimin numër 35. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratore. Kalojmë tek pika e 4 të rendimit ditës. Për
muajin shkurt 2025. Pyetje nga këshilltarët, diskutime, hedhim në votim për vendimin numër 36, kush është pro, kundra, abstenim, miratohet. Kalojmë tek pika e 5 e rendit ditës. Vendim për miratimin e shtetas SM për të trajtuar në qendër polivalente ditore të të moshuarve Feti Rugji Sarand. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Diskutime? Atëherë hedhim në votim për vendimin numër 37, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e 6 e rendit ditës për vendim për një ndryshim në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 120 datë 31/8/2023 për ngritjen e komisionit të strehimit. Kush ka pyetje? Diskutime? Hedhim në votim për vendimin numër 38, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e 7 e rendit ditës. Për vendim për miratimin e të ardhurave dhe tavaneve të shpenzimeve të programit buxhetor vendor afatmesëm 2026-2028. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Diskutime? Faleminderit. Edhim në votim për vendimin numër 39, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e 8 e rendit ditës. Për vendim për miratimin e buxhetit faktik të Bashkisë Sarand për vitin 2024. Kam unë pyetje të këtë. Po, zoti Qela? Për buxhetin faktik, ka një raport nga auditi brendshëm i bashkisë? Po, faleminderit zoti Qela, ekzekutivi. Pra jemi objekt i kontrollit të lartë të shtetit. Kontrolloni për çdo vit. Të gjitha vitet, i gjithë buxheti, zbatshmëria, paraqitimi dhe mënyra e interpretimit e gjitha gjërat e tij janë objekt i kontrollit të lartë të shtetit. Dhe për çdo vit kontrollohen nga ai institucion, nga kontrolli i lartë të shtetit. Të gjitha njësitë e varësisë apo gjitha drejtoritë e tjera janë objekt i auditit të brendshëm. Qoftë edhe nëse ne nuk kontrollohemi që është e kapur nga KSH-ja, mund të jetë një sektor apo një pikë e veçantë që mund të kontrollohet nga auditi i brendshëm. Në këtë rast ne jemi zgjuar normalisht nga KSH-ja. Po sigurisht. Por në 2024, po ja tani në shkurt të kontrollohet, se tani në
Digi parashikon, digi me lise. Ju lutem qetësi, nderuar shqiptar. Ju lutem qetësi. Duke qenë se për shkartimin e përgatitimeve e pashme të shqiptarës u referuat ligji 139 për qeverisjen vendore dhe shumë normale është kjo. Ligji parashikon që çdo lloj kontrolli të vihet në dispozicion Këshillit. Dhe pyetja ime është, a i bën ndonjëherë në dispozicion të Këshillit ndonjë raport kontrolli nga ana juaj si administrat? Pres përgjigjen. E dyta është që kam një muaj që kam bërë një kërkesë zyrtare për të marrë një kopje të kontrollit të lartë të shtetit që ma jep ligji këtë mundësi. Kam një muaj të vitit 2023, pavarësisht se s'u mbyllur 24. Që jam i sigurt që kanë edhe sugjerime dhe akoma nuk është vënë në dispozicion. Dhe nuk e kuptoj asnjë se nuk vjen në dispozicion duke qenë se ma jep ligji këtë të drejtë. Kërkoj të më vjet. Ju e keni detyrim ligjor ta vëni në dispozicion të gjithë këshilltarëve. Nuk ka pse të futet këshilltari në indicje që ta kërkoj vetë personalisht, kur ligji ju detyron ta vini në dispozicion të Këshillit. Më thoni kur e keni vënë një. Tani të vim të diskutimi në lidhje me buxhetin faktik. Duke parë këtu tabelën e të ardhrave, jemi për të përgëzuar ç'është e vërteta, shikojmë këtu vlera në 100%, 110%, 332%, domethënë të çdo e ardhur është mbi 100% realizimi. Dhe shumë mirë. Dhe kjo tregon që keni futur dorën sa më thellë në xhepat e qytetarëve në një mënyrë apo në një tjetër. Se edhe ndonjëherë që kërkojmë në një raport asaj drejtoreshës të takim taksave nuk ja shikojmë suratin, kemi një 6 muaj. Nuk e di se çfarë përse është ajo vetëm për të zhvatur qytetarët apo për të dhënë në një llogaridhënie përpara Këshillit. Nëse vim tek pjesa e të ardhurat i jeni për të përgazuar, bravo, kemi mbledhur goxhale. Vim tek pjesa e shpenzimeve. Nuk dua të zgjatem shumë, por Nga pregatitur, ashtë kemi nëzitim, duro. Tani, kemi këtu kapitalet të propozuara, kemi parashikuar një fond 5 miliardë 550 milion lekë të reja, 5 miliardë e gjysmë lekë. Kemi bërë dhe një ndryshim buxhetin në muajin shtator, apo tetor në mos gabojmë, kemi shtuar ja 2 miliardë lekë në atë buxhetin e investimeve. Dhe jemi tek faktiket, jemi tek 1 miliardë e 800 milion lekë, realizimi 25%. Se po të shikojmë këto përqindjet e tjera, rroga, sigurime, shpenzime korrente, domethënë këto transferë janë 80-90%. Vetëm investimet që vërtet njerëzit paguajnë taksa edhe presin të bëhet në rruga, të bëhet në në kopështa, në parkima, në gjë 25%. Domethënë kemi një diferencë ja 5 miliardë lekë të djegura, 5 miliardë e ca të djegura nga viti kaluar 2024 për 2025. Dhe kjo ndodh çdo vit, po të paktën vitet e kaluara kemi pas vlera më të vogla, 2 miliardë, 3 miliardë. E rritëm pjacën, e quam 5 miliardë lekë të djegura. Fondet e... Okej. E kupton, dhe këtu e kisha të pjesa e investimeve, pse në nivele kaq të ulta, investimet. Kjo është që përfitojnë qytetarët dhe më vjen shumë keq që janë në këto nivele bashkia të investimeve. Faleminderit. Të përgjigjem? Mund të përgjigjet e... Vazhdo me pyetjet të mbaj. Kemë Le të vazhdojmë me pyetjen tjetër zoti. si zakonisht, taksa për ndikimin në infrastrukturë për ndërtimet e reja. Ruan një rekord, siç ka qenë zakonisht, 150% e realizuar. Tuaj që t'i kujtoj këshilltarëve të gjithëve, që këto lek janë për të zhvilluar zonat nga të cilat merren lekët. Nga zonat që janë marrë lejet e reja të ndërtimit. Megjithatë, njerëzit vazhdojnë të ndërtojnë rrugët vetë, të sjellin ujin, elektricitetin dhe të gjitha të tjera vetë, me shpenzime personale. Pa çka se kjo taksë grumbullohet nga njerëzit. Më bën përshtypje investime në rrugë rurale. E përmendi dhe kolegu para pak. 24% e realizuar. Është e vërtetë që ne nuk kemi shumë rrugë rurale,
Po ata që kemi paguajnë edhe ata taksa njësoj si gjithë të tjerët dhe kanë të drejtë ndoshta edhe një çik më shumë se sa ne që jemi në qytet që të mos jetojnë në moçar. Ky shpenzim 24% besojmë që na vret. Ndërkohë që shikoj që njësoj realizimi për investime kapitale, vazhdon të qëndrojë edhe ai në një shumë goxha të vogël 25%. E turpshme edhe kjo. Ndërkohë që kemi nevojë për kopshte, kemi nevojë për institucione, për qendra sociale që nuk i kemi, vende parkimi që kaq herë ky këshill e ka diskutuar, e ka ngritur si problem, të gjithë ju e keni folur. Besoj se të gjitha këto na tërheqin vëmendjen aq më tepër që shikoj që realizimi i gjobave arrin në një shumë prej 600%. Jo se jam kundër gjobave, atëherë kur meritohen, duhet edhe të hiqen. Po që besoj që si bashki kemi përgjegjësi që të ruajmë disa detyrime ndaj të gjithë qytetarëve. Qofshin ata në zonat rurale apo këtu brenda në këto. Ndoshta e justifikoni me transfertën në vitin elektoral. Jo. Do t'jam se. Mund të qeshim të gjithë në mustaqeve ku muhabetin, po Kush ka mustaqe? faleminderit. Do të përpiqem. Okej, faleminderit për pyetjen. Atëherë për sa i përket raportit të auditimit të KLSH. E para punë për vitin 2023, raporti fundimtar nuk ka ardhur ende sepse u bë 2-3 herë kontroll. Edhe ka ardhur raporti paraprak. Paraprak. Pra nuk ka fundimtar. Dhe sikur të kishte ardhur fundimtari, ai raport gjendet në faqen në website e kontrollit të lartë shtetit. Po zëri kam se të futem në website ku ka intervjuar. Ja pra të mbaroj, ja pra. Po pra se po të shpjegoj, ti të detyroj të japësh në dispozicion për shqiptarët një Jo. institucioni bashkësi. Jo, nuk më detyron ligji. Jo, nuk më detyron fare ligji. Ligji, ja pra nuk më detyron ligji. Po jam në rregull, okay, ja ta nxjerr unë edhe pastaj. Por për aq kohë sa ky informacion gjendet në faqen zyrtare të kontrollit të lartë shtetit, aty institucioni që është totalisht transparent, ky është një justifikim tjetër. Këtë kishte unë sa për sa i përket raportit të KLSH-s. Realizimi në përfundje të të ardhrave ju i shumë të kënaqur, po meqense jemi tek të ardhrat edhe zoti Bajrami tha që taksa e ndikimit në infrastrukturë, po e ligjërisht shuma e mbledhur nga taksa e ndikimit në infrastrukturë shkon në infrastrukturën e posa i zone për të cilën është vjedhur. Edhe kjo besoj se është e dukshme që po investohet gjithandej në zonat ku thuhet rrugë rurale, është emërtimi rrugë rurale, po është i të gjitha rrugëve, pra është emërtimi kodit, ose rrugë rurale dhe bëhet fjalë për fshatra. Pra investimi në rrugë rurale përfshin edhe rrugët e brenda urbane, edhe rrugët rurale. Realizimi 25% i investimeve ka të bëjë me realizimin në financim, që do të thotë që sepse ne jemi të detyruar, pra financa është e detyruar, marrë në konsiderat vetëm shifra që kalojnë nëpërmjet kësaj. Do të thënë këto investime vetëm janë financuar. Ju keni kërkuar një informacion për sa i përket realizimit të investimeve dhe më duket se është pikë e rendit të ditës kjo, edhe ju ka ardhur një tabelë që e kam edhe unë në dorë, që realizimi faktik për sa i përket edhe curisë, edhe fazës ku janë investimet, është në shifrën 489 milion, gati 80% e investimeve të parashikuara për vitin 2024. Duke qenë se nuk u arrit të përmbyllesh në fazat ndash të prokurimeve, ndash të zbatimit të kontratave, ato investime janë në zbatim e sipër dhe ju i shihni dhe sot e kësaj dite do të punohet në gjitha rrugët e Sarandës, ose qoftë edhe në institucionet arsimore dhe në të gjitha programet që bashkia ka parashikuar për vitin 2024 një listë gjatë investimesh që arrin në 728 milion. Pra, realizimi i investimeve është gati 80% si kundërve e kemi diskutuar edhe në mbledhjet e mëparshme realizimin e investimeve. Nuk e di nëse kishte pyetje të tjera.
i përket raportit të zbatimit të buxhetit për 2024, por kuptova që këto dy ishin dy mera që... Ka një pyetje. Suaja. Po. Gjitha ato projektet e financimit nga bashkia që janë prokuruar dhe janë prokuruar të këtë vit, do mbyllen deri në fund të sezonit? Nuk kam. Investimet për atë Të 2025? Në fund të sezonit, çfarë do të thotë? Para fund të sezonit, ka të rëndë. Shiko, kontrata që janë mos zbatime sipër, janë kontrata të investimeve të parashikuara që në 2024, që kanë zona fillën, e në dhjetor të 2024. Për sa i përket ligjit të zgjedhjeve, që kodi zgjedhor që do vini shumë mirë, janë bllokuar prokurimet për investime publike, qysh në shkurt, mos e shëruar. Kështu që deri në zgjedhje, ne nuk e kemi të pa lejueshme që të bëjmë prokurime. Po zonjë, nuk thashë të bëjmë prokurime, ato që janë prokuruar, do përfundojnë për sezonin gjithë ato rrugët që janë? Po, absolutisht, po. Do më në lista që është tu përfundojnë gjithë ato? Po, kjo është lista, po. Jemi prapë për 2 muaj. Kjo është situata e investimeve. Incizoje të rrugë. E dio, më dhe tek raporti për ato investimet e përfunduara e pashme, shqiptuar të përfunduar, nëse dhe shkallarin dhe rrugë e 5 pas ka përfunduar. Pra, në paso për e vëllë se nga shpondë. Deklaruar të përfunduar atë si vetë. Po përfunduar të akoma nuk ka përfunduar. Nuk ka përfunduar shkolla. Po, e keni deklaruar në raporti është i përfunduar. Edhe lekët të paguara dhe ati përfunduar. Jo, nuk janë lekë të paguara. Në raport e keni përfunduar, nuk e ke qaj ke raport, me nëse i Po vërtetë. mund të jetë për pagesë pjesore, po nuk e di sepse e përfunduar apo jo, sepse po flas me shifra, nuk po flas me gjendjen në Po, terren. pra, shumë gjëra që keni deklaruar të përfunduara janë të pa përfunduara. Ky është fakt. Janë të verifikueshme. Sigurisht. Ne nuk mund të ngrihemi këtu të themi gënjeshtra, ndërkohë që ato janë të verifikueshme. Nëse verifikim ka atë bësh shikosh shkallarja nuk ka përfunduar. Ja ku kemi drejtorin e shërbimeve, ose tri. Po, ka Nuk mund të përfunduar gënjej. shkallarja te rruga 5. Po bëhet rruga e 4 me rruga 5. Po, Po mund të ketë një 10% shkëmbim. hapeni raportin që keni përgatitur ju dhe shikojeni, e përfunduar shkallarja përfunduar. Jo, më tha deri në sezon, deri në fillim A sezon. u shty dhe në fillim sezon, dakor pas për tani më burr, tani ka para një muaj, ka marrë si Po ti thua para një muaj, po jemi para një muaj se ulët raportin, atë pik diskutimi raporti, para një muaj. pra tani e para një muaj. Po në muaj që prish mbledhja praktikisht në diskutim investime. Që e përfunduar. Ne sot është e pa përfunduar, e kemi aftë tani raportar dhe ti se sonë ndryshme. Po në rregull, më e kalkuloj. Po, dhe drejtori tha që ju ke punuar, ju keni deklaruar që ka përfunduar këtë plot ton. S'po do më një tjetër. Si dhe shumë punime të tjera i keni deklaruar të përfunduara, po janë duke u punuar. Makar, inshallah, do zoti barojnë deri në zgjedhje se dima të violinën të bie nga era, jo. Zoti, makar barojnë pak deri në zgjedhje. Po Faleminderit. mos e kemi ra parë. Faleminderit zotit Luqi, faleminderit Rita. Numër 20. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohen. Kalojmë tek pika e 9 të renditës, miratim korrigjim i gabimeve materiale. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Diskutime? Faleminderit, hedhim në votim preventimin numër 41, kush është pro? Kundra, abstenim, miratohet. Hedhim në votim preventimin numër 42, kush është pro? Kundra, abstenim, miratohet. Hedhim në votim preventimin numër 43, kush është pro? Kundra, abstenim, miratohet. Kalojmë tek pika e 10 e rendit ditës. Informacion lidhje me procesin e inventarizimit të pronave të bashkisë dhe informacion mbi Eko Campusi. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Po, zoti Gërduqi,
Nuk isha dy pjesë specifike. Si se pari që atë pyesja, si se ka thënë me cilat fonde shtuar ai projekt ai. Ju lutem qetësi ekzekutivit të mbajnë në shënim pyetjen. Doja të pyesja. Ju lutem, zoti Dine. Me cilat kush e ka financuar projektin ose studimin e asaj zone asaj, dhe dyta si është parashikuar që ai projekt të zhvillohet, domethënë do zhvillohet nga Lidhur me ekokampus. Po, lidhur me ekokampusin do zhvillohet me në një partneritet publik-privat, do zhvillohet me financim nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit apo me fondet e bashkisë. Këto ishin pyetjet. Kush e ka financuar projektin që është bërë dhe kush si është parashikuar konceptuar që ta realizojë atë projekt. Po, ka që deri zoti Gërduqi, të gjejmë në pyetjen e zotit Bajrami. Unë zëmë të drejtën, ka një pyetje që e ngrenë gjithë qytetarët. Ne nuk na duhet ekokampusi, ne na duhet ajo shkolla të fillonte funksionimin dhe pastaj të gjithë investitorët, bashkia është e lirë të vazhdojë investimin për të përmirësuar infrastrukturën. E shikoj një neglizhim të jashtëzakonshëm të Bashkisë së Sarandës dhe ministrive përgjegjëse, që sot e kësaj dite ne nuk e kemi atë shkollë. 10 ishim në problemin e madh që na u desh të rikonstruktonim shkollën Adem Sheme. Fëmijët janë shpërndarë kudo nëpër shkolla nëpër qytet, kemi pasur edhe problematikat e rëndësishme në atë vit, dhe megjithatë nuk e patëm dot gati për atë kohë. Popullsia e Sarandës është duke u mpakur, jo duke u shtuar. Nxënësit nëpër shkollat, 2 shkollat kryesore të Sarandës janë duke u mpakur, me gati 10% si vjet në krahasim me vjet. Me sa duket ne nuk do na duhet ndonjëherë ai ekokampusi kur të mbaroj. Do doja që të këmbgulja edhe një herë me administratën e bashkisë, të këmbgulni që të mbaroj dhe të vendoset në eficiencë. Kemi fëmijë të cilët studiojnë dhe shkojnë në shkollë mbas ditëve. Nuk është e hiqshme për qytetin tonë, ndërkohë që kemi një ndërtesë aq të madhe e cila ka marrë kaq shumë lek deri më sot dhe prapë qëndron e pambaruar. Besoj se nuk është çështja për investimin elektoral, është çështja që të mbarojë dhe fëmijët tanë të shkojnë në shkollë. Dhe të shkojnë me një turn, nuk ka nevojë të jenë me 2 dhe 3 turn. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Bajrami, po ekzekutivi. Pjesa e projektimit të ekokampusit do të në Fondi Shqiptar i Zhvillimit, ata kanë qenë pjesë të financimit të projektit dhe kanë dhe pjesën e implementimit të projektit, ata do ta financojnë përsëri. Është bërë procedura e tenderimit për shpallje të fituesit dhe besoj se do të bëhet shumë shpejt pjesa e zbatimit. Po, faleminderit zoti Zhupa. Po, të shkete një pyetje akoma, duke qenë se aty e pashim me kujdes, aty ka edhe përveç kësaj rrugës qeveritare, që ka edhe hotel. Nga kush do administrohet ajo hotel? Nga bashkia? Ai do administrohet nga bashkia bashkë me Fondin e Zhvillimit dhe ajo është për pjesën e akomodimit të gjithë stafeve që do vinë aty për trajnime. Nuk është hotel për turizëm. Po thoshte hotel, restoran, dhe se... Po ka është vend akomodimi, vend akomodimi. Atje nuk është vetëm, ajo është qendra institucionale, janë terren sportiv, janë shumë gjëra. Faleminderit zoti Gërduqi. Me pak fjalë do bëhet hotel aty. Teknika Shikohet në relacion. Është vend akomodim. Është vend akomodim për ata që Vend akomodim për të hotel. Ju lutem. Jam ursin. Po ke quaj bombik, te quaj hotel. Nuk i thon bombik, po i thon hotel. Raport vjeçërinë e besimeve në 2024, ka bërë shpërndje i lutem. Faleminderit, kalojmë tek pika 15 e ditës, informacion nga qendra multifunksionale e shërbimit dhe problematika e vitit të burrës. Ka një shpërndje qendrar. Faleminderit. Kalojmë tek
tek pyetjet lidhur me ndonjë shqetësim në bashkinë nga qytetare, kush ka dikush ndërmjet, po zoti Michela, ju lutem ekzekutiv. Një detaj që rrugës së vet, do të thonë në pozicionin e rrugës të informacionit në parkimin, në ndonjë pjesë, do të thonë sëllëtimin e parkimit, përveçisë e parkimit nga kësaj mapa, për ta spostuar në pjesën e poshtë të parkimit. Dhe nga një studim që ka ndorë të tretë këta iniciativë private, rezulton që ka shumë efektëri. Si? Në plan vizit ka më efektëri në parkimin e rrugës, sepse ka më shumë pozicionin makinave, nga sensi të vihet të pjesa poshtë. Pjesa më e lartë është janë biznese, janë shumë parkime që futen ato dhe bllokojnë rrugën që mbetet e lira dhe makinat postojnë nga poshtë. Dhe është shumë më efikase për këtë punë. Po, faleminderit. Të gjitha dokumentacionin do t'i paraqisë në sekretari. Faleminderit zoti Çela. Dhe mendoj që ta hedhim në diskutim për herën tjetër. Faleminderit zoti Çela, atëherë sekretaria e Këshillit të përgatit materialin, të marrë gjithë dokumentacionin e përmendur nga zoti Çela dhe ta drejtoj drejtorisë shërbimeve dhe ekzekutivit në lidhje me këtë kërkesë ankesë që është bërë nga qytetarët e rrugës 5. Nëse është dikush kompetent që ngarkon ligji lidhur me kërkesën e qytetarëve, mund të flasë. Po, jemi njohur me kërkesën e qytetarëve, jam paraqitur te donin tonë. Me këtë detën është e vërtet fakti që nga një studim i kryer nga ata, por ne kemi tentuar edhe nga ana jonë, jo më shumë parkime në rast se aplikohet parkimi nga ana tjetër të rrugës, megjithatë kjo nuk e përcakton totalisht vendimarrjen tonë për ndryshimin e sensit, pasi duhet parë edhe pjesa e sigurisë rrugore dhe të bashkëpunimi me ekspertët e donis, po dhe me ekspertët e tjerë jemi duke e pasur situatën dhe si kërkesë nga një qytetarëve, do bashkëpunojmë me firmën e cila është duke rikonstruktuar rrugën për të parë projektin e tyre të inspiratuar para se rrugën të tonë dhe koncesionit. Kështu që besoj se shumë shpejt do kemi një përgjigje edhe për qytetarët, por ne për Këshillin duhet të jetë se kjo kërkesë duhet të jetë e diskutimeve në këtë vend. po faleminderit zoti Dini, atëherë dua ta theksoj tek ky material me që se e studiuam para pak. Eksperti i cili është dikush i përkatëse, thekson se nga krahu i sipërmi rrugës nuk ka trotuar dhe të gjithë ata që parkojnë janë të detyrueshëm që të kalojnë rrugën për të ecur drejt. Kjo përbën një rrezikshmëri shumë të lartë për qytetarët, të cilët parkojnë në krahun që do të parkojnë në qoftë se ndërrohet sensi i parkimit. Pra të merren të gjitha masat në mënyrë që të mos kemi asnjë rrezikshmëri për qytetarët të cilët do të parkojnë tek kjo rrugë. Po, zoti Peçi? E kemi ngritur disa herë çështjen e parkimit, se jemi në kjo pjesë. Dhe nuk kemi edhe policinë bashkëkohore dhe shërbime, apo e diku. Nëse problematika që kemi me parkimin, normale që janë shumë të marrë, por të paktën ato parkime që kemi mundësinë të menaxhojmë sa më mirë dhe sa më funksionale. Që do të thotë, si fillim duhet të hetojnë gjitha parkimet që janë në qytet dhe vijat verdhe. A paguajnë taksa apo jo? Kanë pothuajse të gjitha rrugët të vizuara me pikë të verdhe. Ka momente dhe ditë që ka patur edhe konflikte për parkimin. Që do të thotë, të verifikohen dhe të mos dhe disa tjera që janë të bllokuara me motorë organizuar, sepse është edhe makina të cilat rrinë gjatë gjithë kohës aty, për arsye se në momentin që është bosh, mirë është që ai që parkon do ta mbajë gjatë gjithë kohës aty, rrinë
Të japëm një zënjë dhe pasë të marrë. Bashkangjitem në fjalës që sapo tha kolegu Tani, është nga asita se verifikojnë vetë që kanë vëllëgjesat e parkimit dhe nuk janë kompetent të vizjetin. Po, faleminderit. Ju s'ka po zoti përfaqësues. Po, ata përfunduar kontrollat e plazheve për Samilit tepër. Sepse dihet që ka tek Samili janë të gjitha të artificiale dhe libri i foli i grirë dhe kanë nevojë për investime para praktikisht, sezoni po kroket. Nuk kam informacion se kanë mbaruar apo e kontrata. Po, faleminderit zoti Ahmeti. Kush mund të përgjigjet lidhur me kontratat? Nëse kanë përfunduar, janë në proces, kur është afati i fundit? Përgjigjet e ekzekutivit, zoti Bajrami. Përgjigjet e pjesën e parkimeve lidhur me procesin e pjesë kontratave, si Ecuria dhe kur përfundon. Nëse janë miratuar nga Agjencia e Bregdetit dhe procesi përfundon e kontratave. Ishte shqetësim nga përfaqësuesi i Këshillit Provazhak për Samilit. Po zonja. Atëherë, meqense e nuk jam në një përkasje e cila në monitoron, sepse është një proces i cili bashkërendojnë disa drejtori dhe e ndjekin që nga momenti që vjen njoftimi nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit. Janë duke në komunikimet të vazhdueshme të gjithë aplikantët të cilët kanë kaluar fazën e parë, janë paraqitur pranë Bashkisë Sarand, janë hartuar planvendosjet përkatëse konfigurimet, kryen pagesat dhe vazhdon korrespondenca për fazën e dytë të kualifikimit që lidhet me lidhjen e kontratës. Do të thënë është në Ecuri dhe në bazë parashikimeve të kodit, të VKM-s së re për plazhet, ky proces do të përfundojë në datën 31 mars të vitit 2025. Është shtyr në fakt, por normal ishte 31 mars dhe do të shtyhet për shkak të ngarkesës. Zoti Kretar vazhdon në vendimin kur dhe shqiptarët e azile urbanistike. Gjatë gjithë kohës u kemi thënë zoti Kretar pjesëmarrës në mbledhje nga administrata. Dhe nuk e di këtë ndërsim total ku drejt lesha. Do ju lutesha në mbledhjen e radhës do verifikoni se gjitha ato që kemi në rendite të kenë përfaqësues në administrata. Në rast të kundërt bojkotoj mbledhjen. Faleminderit zoti Peçi, atëherë sekretaria e Këshillit lidhur me ankesën e bërë nga Sindikalli zoti Peçi me verifikimin e korruptit të mbledhjes do verifikojnë e persona përgjegjës nga ekzekutiv. Për të përgjigjur pyetjeve përkatëse të jenë shtërruese të gjitha pyetjet e këshilltarëve. Po zoti Murtaj? Kam një pyetje për ekzekutivin, është një pyetje që është bërë dhe në mbledhjet e kaluara në lidhje me saksimin e gabimeve të materiale. Shohim në materiale që ne marrim çdo mbledhje që na vijnë vetëm disa pak saksime, diku te 3-4 saksime për çdo mbledhje. Nuk ka të kuptoj kur ne shohim shumë qytetarë që kanë ankesa dhe po na kërkojnë ne vendim për të bërë këto saksime. Ku çalon problemi që ne na vijnë kaq pak saksime në mbledhje. Ja nuk mund të vinë në blok të gjitha për të kaluar Jeremi. Po faleminderit zoti Murtaj, kush mund të përgjigjet? dhe nevojë për korrigjime, ato që e mbartin këtë nevojë, ne e shqyrtojmë në kohë. Po, faleminderit, po zoti Bajrami. Po, një pjesë të sferi po bëjmë dalë nga dalë shaka. Kemi marrë një vendim, juve si administrat, që parkimet në rrugën e parë të dytë për para bashkisë më ishin me lekë. E mbani mund të gjithë këtë gjë. Ishte një vendim që e kemi marrë me Sinicë. Arita kuptoj
që ka pasur një rezervë për shkak të rrugëve të cilat ishin në rekonstruksion. Kanë mbaruar aktualisht. Duhet të kishte filluar. Është një çështje e cila do të lehtësonte jashtëzakonisht trafikun e rënduar që është në qytet për shkak të njerëzve që vinë vërdall qytetit për të gjetur një vend parkimi. Dhe shumë nga makinat të cilat rrinë kot në vijën e parë dhe të dytë do gjeni vende të tjera më të përshtatshme. Ju lutem shumë, bashkia duhet të marrë masa të menjëhershme për këtë çështje. Nuk e di po keni ndonjë gjë për të thënë në lidhje me këtë çështje. Duhet të kishte mbaruar. Të faleminderit, ha? Do doja të thosh atë një diçka, të lutem. Të lutem. Dhe në të njëjtën kohë, në të njëjtën kohë. Për sa i përket ato janë në rrugët tona pavarësisht se merren në dorëzim apo s'merren në dorëzim. Të lutem, kanë mundësi. Të lutem. Ndërkohë, pyetja për plazhet. Na ka ikur nga administrimi një gjë që na përkiste ne. Presim që Agjencia e Bregdetit të miratoj hapjen e një sezoni të cilin ne e kemi hapur tashmë. Dhe njerëzit të marrin vendimet se cilat zona do të administrojnë. Kryeministri i Shqipërisë vjen në Sarandë dhe thotë që do ketë më shumë zona. Ndërkohë që jam i sigurt që si vjetë s'kemi asnjë zonë të re të shtuar për njerëzit. Dhe njerëzit e Sarandës, popullsia e Sarandës, fëmijët tanë, rrezikojnë të hanë dru nëse shkojnë në ndonjë nga ato plazhe të cilat quhen private tashmë. Kemi marrë një vendim që plazhet duhet të kishin të paktën 20% të sipërfaqes së tyre që të ishte publike. Kemi me qindra metra linjë plazhi që nuk ka asnjë zonë publike. Jam duke pritur që ta shoh të miratuar. Ju faleminderit. Po faleminderit zoti Parnami, po zoti Duka. Lutem të dëgjojmë lutem, zoti Peçi, lutem. Po zoti Duka mi pyet. Lidhur me shqetësimin e ngritur nga zoti këshilltar, është e drejtë. Datën 25/3/2025 ka dalë një vendosje në Kryetarit të Bashkisë që rruga Albin Dimu dhe rruga Mahmud do jenë me pagesë sipas vendimit të marrë Këshilli Bashkiak dhe sipas tarifave të përcaktuar. Nga ora 8:30 deri në orën 20, nga data 1 qershor deri në datën 30 tetor do jetë 100 lekë ora mos gaboj që është miratuar paketë fiskale dhe nga tetori deri në qershor do jetë 500 lekë ose 50 lekë për orë. Po vetë gati infrastruktura e durë në datë 1 qershor fillojnë parkime në pagesë të këto dy rrugë. Dhe plazhet kanë 30% hapësirë dhe me tyre. Shtoj dhe një pyetje tjetër. Shpresoj ta shikoj. Atëherë, Panisa, shtoj dhe një pyetje tjetër në lidhje me këtë. Ajo tek pjesa e rrugëve që do bëhen me pagesë dhe shumë mirë, unë falenderoj. Do ketë dhe parkime të dhëna me të rezervuara apo do hiqen? Atë nuk e ndërpret dot, ajo do ketë patjetër çdo biznes i cili e kërkon në funksion dhe do ta ketë, po do jetë në marrëveshje të plot bazuar e gjitha sipas paketës fiskale. Çdo subjekt i cili do ta ketë, por nuk do jetë më që do ta mbajë 24 orë, do jetë me orar. Ja ka të mundur. Në e pakimin e pagesë, edhe po të vazhdoj në pyetjen që bëri këshilltari do të Peçi, neve jemi në një studim dhe kemi evidentuar dhe rastet e parkimeve të falishme, sepse ka raste ku qytetarë të ndryshëm, siç edhe ju e dini, mund të kenë vizuar apo mund të kenë vendosur një tabelë të palishme ose mund të ketë raste kur i ka përfunduar probleme bashkim për parkimin e tyre dhe e kanë mbajtur tabelën në pas apo kanë mbajtur ka qëndruar vizimin. Javën e kaluar e kemi një evidentim dhe po bashkëpunojmë policinë bashkiake për goditjen e gjitha rasteve që janë të palishme. Ndërkohë lidhja me parkimin e pagesë ka filluar lidhja e kontratave me parkimin e pagesë për vitin 2025 me bizneset të ndryshme që kërkojnë parkimin e pagesë. Edhe në dy rrugët Flamuri dhe Abedin Dilo, natyrisht do ketë parkimin e pagesë.
ka dalë vendimi i udhëzimit kryetarit për implementimin e vendosjes së parkimit me pagesë për qytetarët, ajo që kryetarët e Këshillit Bashkiak, dhe kështu do koordinojmë dyja pjesët, dhe parkimin e pagesë për bizneset dhe parkimin e pagesë për parkimin vitor të qytetarëve apo individëve të ndryshëm që mund të kryejnë shërbime pa institucione apo pa biznese të tjera. Nuk i parkimi e pagesë, është bazë kërkesës. Mund të ketë më shumë të pa. Po mund të ketë pa fund kush e përfiton dhe pas studimit dhe përfiton.